Në Qabe kur je kon. Na trego pak atë historikun e për herë të parë. Po, në Qabe, numre kur kena qenë, Po. aty u bë dhe sebeb edhe Furkani me shku në numre. Po. Në shpërblime non stop i shkojmë Furkani, çka më bë tash, kena me Allah xhelozu ka pak, po punë të hajrit me xhelozojna, jo për punë Po, të qerrit. Furkani domethënë u bë sebeb që me shku në numre, po tana për skaj temit edhe Furkani ardh. Si për cilë si jam. Inshallah edhe në hatë që shtu shkojnë në disish. Po, aty jena kon një grup i mirë, sona po mdohet, ki qenë edhe ti. Po, mbashin. Ka qenë edhe Hoxha Bedrilika, Begjeti, edhe do të Shkupit kanë qenë, grupa jonë ka qenë mdohet fantastik grupi jena kon. Se harrojnë atëre. Se harrojmë kur, vallaj po. Bilëm edhe para se me majtë këtë bisedën me ty, pak bisedun për numre, andaj në ndhomë, po ajo është moment i papërshkruar, skrahasohet. Ina pas knaus. Valla po, unë kur hija, domethënë në borën e Qabës në harem. Po. Thusha subhanallah, jam tamam në Qabë ma thua ku mon Stamboll, Allah, se di sha vetën ku jam. Adim po kada dale thash, ja mirë është, elhamdulillah Allah. Mirë.